Pasi të mësoni arsyen, nuk do t'i vrisni më. Përse mirimangat duhen në shtëpi? E di që mund të jetë e vështirë për t'ju bindur, por po e them, mos i mbytni mirimangat në shtëpi. Pse? Sepse mirimangat janë pjesë e rëndësishme e natyrës dhe e ekosistemit, si dhe janë organizma me të drejtat e tyre. Disa mirimanga pëlqejnë të jenë jashtë dhe të krijojnë folet e tyre, ndërsa disa të tjera i gjeni në shtëpi për shkak se mund të kenë ngecur aty. Andaj, sa herë që shihni një mirimang brenda shtëpisë, mos u mundoni ta mbytni apo lirojeni jashtë. Shumica prej mirimangave që ju i shihni në shtëpi nuk janë agresive dhe as të rrezikshme. Madje këto krijesa ju ndihmojnë dhe ofrojnë shërbime, pasi mund të hani organizmat e tjerë dëmtues në shtëpinë tuaj. Mirimangat nuk vinë në shtëpinë tuaj për t'ju bezdisur, madje ne jemi më të rrezikshëm për to. Pickimet nga mirimangat janë ekstrem të rralla. Mënyra më e mirë për të nxjerrë jashtë një mirimang është të përdorni një gotë dhe ta kapni në befasi, e më pas ta nxjerrni jashtë që të vazhdojë jetën normalisht. Mënyra më e mirë për të nxjerrë jashtë një mirimang është të përdorni një gotë dhe ta kapni atë në befasi.